Takohemi përsëri bashkë në prezantimin e një tjetër projekti nga Orion Construction. River Residence, era e re e stilit urban. Arkitektura moderne, hapësirat e gjelbra, distanca nga rrugët kryesore dhe statusi i rezidencës janë element që bëjnë diferencën. River Residence ofron ekspozim maksimal, teknologji e avancuar, zona të gjelbra dhe mjedise rekreative, infrastrukture plot rrugore, edhe me ndriçim, mundësi parkimi me 2 kate nën tokë, aksesi menjëhershëm në bulevard dhe në ogorin e brendshëm të rezidencës. Ndodhet në një nga zonat kryesore të kryeqytetit, buz bulevardit Migjeni dhe bulevardit Jeanne d'Arc. Ka akses të menjëhershëm në unazën e madhe dhe të vogël të qytetit. Kjo zonë ka një potencial të jashtëzakonshëm zhvillimi. River Residence, era e re e stilit urban. Mirëmbrëma të nderuar shikues të televizionit Albi UK dhe mirë se vini në emisionin universal. Shikues të nderuar, siç e dim prej disa javësh, Kosova gjendet në një situatë ku qeveria e Kosovës dhe Albin Kurti në përpjekjet e vazhdueshme për të shtrirë atë që kryeministri Kurti thotë sovranitetin apo funksionimin e ligjit edhe në pjesën veriore të Kosovës e banuar me shumicë serbe, është hasur në vështirësi dhe në përplasje jo vetëm me banorët pra dhe me shumicë serbe në veriun e Kosovës, por dhe me vetë shtetin e Serbisë. Por ajo që është më e rëndësishme ndoshta edhe për që ja vlen për të diskutuar dhe që është bërë debati i javëve të fundit është se është vënë në vështirësi dhe në përplasje dhe me faktorin ndërkombëtar, pra qeveria e Kosovës me ato çfarë ka ndërmarr është vënë në vështirësi edhe me faktorin ndërkombëtar dhe për këtë sonte do bisedojmë në emisionin universal dhe për këtë kam të ftuar në studio zotin Emanuel Baja, i cili është një bankier në Britaninë e Madhe, por është dhe antar i bordit i të fondit sovran të Kosovës, por gjithashtu dhe njohës i mirë i gjeopolitikës. Zoti Baja, mirë se vini. Mirë se gjej, faleminderit. Gjithashtu kemi në lidhje Skype për të biseduar së bashku me ne dhe kolegun tonë Ervin Gjonaj. Mirëmbrëma zoti Gjonaj. Mirëmbrëma. Faleminderit të dyve, dhe filloj së pari me zotin Baja këtu në studio, pra siç e thash, Kosova prej javësh tashmë po përballet me disa situata jo dhe fort të këndshme, gjithnjë në përpjekjet për të shtrirë pra sovranitetin në veri të Kosovës dhe kjo ka rezultuar pra në këto përplasje jo vetëm me qytetarët, por edhe në një fërkim me ndërkombëtar, pra me faktorin ndërkombëtar, dhe ka pasur dhe një zhvillim tjetër ditët e fundit ku dhe 3 policë të Kosovës janë rrëmbyer, siç thotë qeveria e Kosovës, apo arrestuar, siç thotë Serbia. Të dyja paret që pretendojnë njëra në tokën e Kosovës dhe tjetra në tokën e Serbisë, po pavarësisht saj, ajo që është rëndësishme është fakti që ato janë rrëmbyer dhe janë tashmë përpara drejtësisë serbe. Gjithë kjo situatë, zoti Baja, si e shikoni ju dhe sa kritike është kjo? Po, faleminderit Martin, është gjithnjë kënaqësi të jem i ftuar në studion tuaj. Faleminderit. Shtrirja e suverenitetit të qeverisë legjitime të Republikës Kosovës gjithnjë ka qenë, si më thënë, një ndër temat kryesore dhe më të nxehta historikisht, që nga mund të themi që nga çlirimi i Kosovës, për shkak se ajo pjesë e veriut dhe Posavic Zubit Botok, një pjesë të Mitrovic veriore, ka qenë e banuar, siç e thatë edhe ju,
me një shumicë dëmuese prej qytetarëve të Kosovës që janë të etnicitetit serb. Problemi është, edhe ka qenë gjithmonë sfiduese për çdo qeveri të Kosovës, është hera parë që këtë herë kemi një qeveri që me të vërtetë është e vendosur, është shumë e fokusuar që ta rregullojmë këtë çështje, sepse shtrirja e sovranitetit nuk do të thotë vetëm shtrirja e sovranitetit në lehtë, sepse e vend sovran i pavarur edhe i pranuar nga mbi 112 shtete që janë anëtarë të Kombeve të Bashkuara. Sovraniteti duhet të jetë me tangible. Sovraniteti duhet të jetë me i prekshëm. Edhe sovraniteti duhet të ketë legjitimitet. Por problemi është për shkak se për 22 vite gati ne nuk i kemi pas atë, si më thon, atë afërsinë, atë tangibilitetin edhe atë preks, atë momentin preks ku me të vërtetë jemi ndje që si Republika e Kosovës kemi pas shtrirje edhe në pjesët ku policia ka pas shumë vështirësi të shkojë deri në 2-3 vjetet e fundit ose deri në kohën e fundit kur ne vendosëm ti dërgojmë forcat policore atje, për shkak se janë dy gjëra këtu, shumë të rëndësishme për teleshikuesit tanë. Shtrirja e sovranitetit si koncept filozofik në rregull edhe politik, ose mund të jetë edhe objektiv politik, mund të jetë qëllim politik i çfarëdo lloji qeverie të Kosovës që ja don të mirën vendit. Por përballja me krimin është një aspekt krejt tjetër, është një horizont krejt tjetër. Për shkak se kemi pas një masë të madhe të akumuluar të krimit në këto pjesë. Që vjen edhe në mëngjes të shtrirjes së sovranitetit apo jo? Gjithsesi, sepse ka qenë, si më thënë, një oborr i lirë për të dy grupet kriminale, nuk janë vetëm serbët, janë edhe kombësi tjera që kanë marrë pjesë, për shkak se ka qenë bukur profit bërëse, edhe profit prurëse ato kanalet e fshehta të kalimit edhe të kontrabandimit të mallrave që kanë ndodhur për 20 e sa vite. Pra, pikërisht është sulmi ndaj krimit ose preventimi i rritjes së krimit, për shkak se krimi ka quë edhe deri te friksimi i popullatës, për shkak se është mbajtur, si të themi, një monopol i madh si në aspektin ekonomik në këto vende, në 3 vendet ku shumica janë serb, edhe është mbajtur, si më thënë, një farë lloj kushëzimi politik për shkak se Beogradi nëpërmjet Vučićit edhe elemente mekanizma të tjera politik i ka kontrolluar këto elemente të krimit. Këto elemente të krimit e kanë kontrolluar popullatën. Tashmë po shihet ditëve të fundit se njerëzit në mënyrë diskrete shkojnë e deklarojnë edhe thonë gazetarëve tonë që ne kemi qef të jemi pjesë e Kosovës, sepse këtu kemi lind, ndjehemi qytetar të Kosovës, por nuk guxojmë për shkak se marrim instruksione prej liderëve tonë. Pra një pjesë absolutisht një pjesë bukur e konsiderueshme e qytetarëve. E pranojnë që janë pjesë e territorit të Kosovës. Gjithsesi, absolutisht, sepse ata janë lodhur edhe me politizime tej mase, domethënë këto 20 vite, janë mashtruar, janë gënyer edhe janë zhgënyer. Tashmë kemi ardhur në një situatë ku mund quhet kritike, por unë them se mund të jetë edhe situatë ambicioze që kemi aspirata ta normalizojmë. Për shkak se po të ndalet krimi, ndalen edhe ndërskancet politike që ndodhin aty, ndalen edhe komplikimet politike që ndodhin. Zoti Bar, po të ishte kaq e thjeshtë, pse nuk u ndalua krimi më përpara, pse nuk u shtri sovraniteti në veri edhe më përpara? A mendojnë se ka qenë një, si thua, nuk e di, mbase nuk kanë dashur, ta themi kështu troç, apo nuk kanë mundur që ta shtrinë sovranitetin? Pra, a ka diçka tjetër për të shtirjes së sovranitetit? Nuk është, besoj se nuk është thjesht një çështje dëshire, po ka edhe diçka më tepër apo jo? Janë dy aspekte. Janë dy gjëra që nuk që kanë preventuar situatën të futen në kontroll. E para është kondicionaliteti i bashkisë ndërkombëtare. Domethënë gatishmëria e bashkisë ndërkombëtare nuk ka ekzistuar, nuk ka qenë e tillë për shkak se i gjithë fokusi ka qenë presion ndaj shqiptarëve në Kosovë. Përderisa serbët edhe pjesa tjetër e manipuluar nga Vučići të përdoren, si më thonë, si një levë ashme e negociatave. Ka qenë strategjia ndërkombëtarëve, sidomos evropianëve, që veriu është temë shumë e nxehtë, temë që nuk duhet preket. Edhe e dyta ka qenë gjithsesi inercioni, por mbi gjitha impotenca e politikanëve tanë, historikisht. Jo për ndonjë meskinitet politik, por me të vërtet ka munguar ai vizioni, ka munguar edhe ai guximi që të bëhet diçka. E patëm rastin në vitin 2015 kur Vučić kërcënoi se do ta dërgojë një tren nga Beogradi, kaloi deri në Mitrovica, të të futën në territor Kosovës deri në Mitrovica. Që nuk ndodhi pikërisht, po ajo ishte, si më thënë, instanca e parë e një qeverie të asaj kohe që zoti Thaçi ishte kryeminist, u preventua.
Edhe tash me bashkësia ndërkombëtare prej atëherë nuk marrim mësim, sepse bashkësia ndërkombëtare u mësua me atë pasivitetin ton. U mësua me atë farë mendsinë që kosovarët nuk do prisin. Dhe apo mundohet zoti Kurti të jap një leksion, të mësoj një mësim? Jo, nuk është mundim, nuk është mendsi, ose nuk është, si me thënë, agent. Është diçka që edhe ka premtuar në zgjedhjet e fundit, por e dyta e kërkon edhe momentumi dhe koha. Që të përfshim dhe kolegun Gjonaj, Ervin, që të themi dhe që kur filluan këto probleme, serbët braktisën institucionet. Kosova organizoi zgjedhjet, të zgjedhurit, Qeveria Kosovës vendosi që të zgjedhurit të futen në institucione. A shikoni diçka gabim këtu? Ç'të keq që ka, do të thënë, të zgjedhurit që në fakt edhe me bekimin e ndërkombëtarëve u bën zgjedhjet, a duhet të futeshin në institucione? A ka diçka që nuk shkon këtu? Si fillim, fati ynë i mirë është se kemi alatët tanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë shtete të Bashkimit Evropian, të cilët e njohin Kosovën dhe duke e bërë të mundur njohjen e Kosovës, Kosova tashmë ka marrë në rrugën për njohjen edhe më teshme të saj në vendet e ndryshme, si dhe shumë shpejt ndoshta mund të bëhet edhe pjesë e Kombeve të Bashkuara. Tani për sa i përket temës zgjedhjeve, serbët kuptohet gjithmonë, serbët sidomos në pjesën veriore të Kosovës, gjithmonë janë munduar që të krijojnë destabilizim, duke bërë çmos. Kësaj radhe arritën me anë të bojkotimit të zgjedhjeve, të cilën fatkeqësisht Kosova, qeveria e Kosovës ra në grackën e këtij bojkoti, duke bërë ndoshta pak një hap tepër të nxituar për sa i përket dërgimit kryetarëve të komunave të zgjedhurve, duke anashkaluar pak a shumë edhe faktorin ndërkombëtar. Mendoj që kjo ishte një formë përgjigje ndaj Serbisë, por nuk ishte përgjigje e dur në momentin e dur. Pra ishte përgjigje e gabuar në momentin që ndodhej situata. Mendoj që më vonë, po të kishte ndodhur më vonë kjo, do ishte përgjigja më e duhur që të kishte bërë Kur mund të ndodhte dhe si mund të ndodhte? Në fakt, nëse nuk do dërgoheshin kryetarët e komunave dhe do të, siç u këshillua edhe nga ndërkombëtarë që të punonin jashtë zyrave, mendoj që situata do të ishte edhe më e tensionuar, pra nuk do kishte këtë tension që pati. Vučić do të pranonte një lloj disfate kundrejt kësaj nacionalizmi që shfaqi në veri të Kosovës. Në veri të Kosovës u shfaqi në nacionalizëm serb. Nuk kishte bënte me sovranitetin e Kosovës. Kosova tashmë është shtet sovran, ku Serbia nuk ka mundësi të hyjë më ushtarakisht apo të hyjë në mënyrë tjetër. Vetja mënyrë është që mund të bëjë Serbia është të krijoj destabilizime lokale. Po pra, kjo është e qartë, por siç tha zoti Bajaj, nuk ka pasur një shtrihje të sovranitetit në veri të Kosovës dhe si pasojë ka lullzuar, si thua, kriminaliteti atje i përkrahur dhe i nxitur edhe nga qeveritë e mëparshme serbe dhe kryesisht kjo aktuale në krye Vučić. Pra, çfarë duhet bërë në kushte si jemi dhe ndërkohë kryeministri Kurti tha që do ishte një sistem paralel nëse ai do i dërgonte të zgjedhurit jo në institucionet përkatëse, por t'i çonte diku tjetër që ushtronin detyrat e tyre nga vendet e tjera dhe jo institucionet përkatëse. Ju si e shikoni, çfarë duhet bërë në këtë rast? Kemi kryetar të zgjedhur pavarësisht se mbase me një pakicë, pasi shumica siç tham janë serb atje, por gjithsesi jo për fajin e Kosovës. Tani, ata kryetar kanë vajtur në institucionet përkatëse dhe me sa di unë akoma nuk kanë bërë asnjë shkresë zyrtare ose të thuash të paktën as ditën e parë tyre të punës. Ata thjesht vetëm janë ngujuar brenda atij institucioni pa bërë asnjë lloj pune, kështu që nuk është për të parë rendimentin e punës. Në këtë rast kemi të bëjmë me lëvizje politike, sesa me një lëvizje, se këto janë zgjedhje administrative, pra nuk kemi të bëjmë me lëvizje administrative të tyre që janë zgjedhur si kryetar për të kryer punën e tyre.
Bojkotimi i zgjedhjeve ishte thjesht një destabilizim politik që kërkonte të bënte Vučić në Kosovë. Ndoshta të dy, si Vučić, si Kurti, duket se për tani për mendimin tim i kanë bërë favore njëri tjetrit në këtë rast. Si Kurtit në Kosovë, duke bërë tashmë Kurtin si thua liderin e shqiptarëve, dhe nga ana tjetër po prap në Serbi me gjithë problematikën që kishte brenda Vučić në Serbi, tashmë është kthyer dhe ai përsëri si ai nacionalisti serb që do shpëtoi serbët nga 4 bashki në 4 fshatra të Kosovës. Janë problematika ballkanike këto që ne i kemi historikisht i kemi përjetuar, vazhdojmë të përjetojmë, fatkeqësisht nuk arrim të mësojmë. Dhe ky është një problem shumë i madh që kemi. Për sa i përket ndoshta edhe për të ardhmen, ardhmja patjetër që të ketë më tepër qetësi. Kurti nuk duhet bënte ato veprime që bëri pa këshillimin e ndërkombëtarëve. Së paku duhet kishte këshilluar edhe me Shqipërinë. Sepse në fund të fundit u rrëmbyen 3 policë. Qëllimisht janë rrëmbyer 3 policë nga serbët për të treguar Kurti që kur je vetëm s'ke ç'bën. Dhe në këtë rast Kurti, duke qenë se kishte një formë izolimi në thojza nga faktori ndërkombëtar, nuk ka mundësi të tërheqë 3 policë nga Serbia. Dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe dhe loja nacionaliste në Ballkan, ku arrin se edhe çfarë mund të bëjmë ne në Ballkan. Po, zoti Bajer. Jo, ata 3 policët janë kidnapuar. Natyrisht, nëse ne i dërgojmë forcat tona policore në territor të Serbisë, atëherë zhndrohemi në një pozicion si Vučići që mundohet domethënë ta cenoj sovranitetin e vendit tonë. Para e dyta, nuk mund të tërheqim paralele në mes të kryeministit Kurti dhe presidentit Vučić, po më vjen keq këtu. Ne kemi qenë në self-defense, në vetëmbrojtje për 23 vite. Asnjë lider shqiptar i Kosovës, asnjë kosovar, lider që ka drejtuar Kosovën anë pozitën e presidentit ose të kryeministrit, nuk ka marrë masa që me të vërtetë në mënyrë prekse tangibile dhe fizike ta kontrolloj veriun e Kosovës. Ky është lideri i parë në Kosovë, historikisht që ka kontrolluar, domethënë që ka marrë nën kontroll dhe duhet të jemi shumë qartu. Veriu i Kosovës është nën kontrollin e forcave të sigurisë së vendit tonë, të policisë së Kosovës, pa marrë parasysh që i kemi forcat e këforit aty, që nuk po e bëjnë detyrën e tyre, që është për tu kritikuar edhe është vrejtje shumë e madhe që po marrën edhe për disa entiteteve tjera, sidomos nga Britania e Madhe, për shkak se ata kanë dështuar si KFOR, sepse nëse forcat tona policore, forcat policore kufitare të një shteti sovran janë brenda territorit vet, edhe futen forcat speciale të Serbisë, edhe i kidnapojnë këta oficerë policie, kjo do të thonë jo vetëm që është shkelje e marrëveshjes së Kumanovës së vitit 1999, por është edhe deklarim lufte. Për shkak se ata 5 kilometra duhet të jenë në distancë, në buffer zone, domethënë, prej kufirit Kosovës. Kështu që shkelja është shumë e thjeshtë. Edhe më vjen keq që e kemi këtë mendësi na, sidomos në hapësirën shqiptare, që e perceptojmë këtë masë të konfliktit mundshëm si diçka që duhet disiplinuar Kurti, përderisa Vučići duhet lejohet, si me thonë, të shkoj risk free. Kjo është e papranueshme edhe unë mendoj që është më tepër zëri i Tiranës e Edi Ramës, se sa që është zëri i gjithë shqiptarëve, me vjen keq zoti Gjonaj. Ka rënë në grackën e Vučić. Vučić ka organizuar një bojkot për të krijuar një konflikt. Me qëllim që të vijë këtu, thonë ju. Nuk e mendoj, a dim pse, kërkoj ndjes zoti Gjojna, vetëm ta shpjegoj një ashtu. Sonte në Beograd i ke më shumë se gjysmë milioni njerëz që brohorasin për demokraci edhe për liri më të madhe në Serbi, në mes të Beograd, nuk e di sa e njoftuar. Ata, përveç tjera, është për shkak jo vetëm që bëjnë protest, edhe kërkojnë liri, frymëmarrje më të madhe, domethënë njerëzore, sociale, ekonomike, politike, ata tashmë zbulojnë edhe një flamur të ri të Serbisë. Flamurin e vitit 1839-31, që kushtetutën e parë për Certinis që e kanë pas, që ishte kushtetutë liberale demokratike. Me këtë flamur ata po i tregojnë botës se ne jemi lodhur prej Vučićit, prej lojrave të Vučićit në Kosovë, prej lojrave të Vučićit që i po i bën edhe me Ramën deri diku, mos harrojmë se Shqipëria ka një përgjegjësi shumë të madhe. Shqipëria zyrtare kanë fjalën në drejtimin e zotit Rama. E ka një përgjegjësi shumë të madhe që
Një, të mos ndërhyjnë aferat e brendshme të Kosovës, sepse jemi shtet i pavarur, jemi shtet sovran, Shqipërinë e kemi shtet am, por duhet koordinome me mirë, duhet jemi më unitar, duhet jemi më të përbashkuar në këto, në këto sfida që i kemi gjeopolitike në rajon, por në anën tjetër, Rama nuk mund ta luajë një rol të arbitrit në mes të Kosovës edhe të Serbisë. Kjo është, për mua personalisht është. A mendoni që Rama duhet të jetë palë? Rama duhet të jetë palë e një anë. Shteti shqiptar duhet ta ruaj sovranitetin e vendit e Kosovës. Shteti shqiptar duhet të loboj për të mirën e Kosovës, për avancimin e sovranitetit tonë, zoti Gjonaj. Për shkak se, mos harrojmë, historikisht, që nga viti 2008, kemi pas, që nga koha e zotit Mustafaj, kur pa të propozu, para vitit, para shpallës pavarësisë, pa të propozu që Kosova duhet ta ketë një pavarësi të kushtëzuar atje, por gjithsesi, gradualisht, historikisht, qeveritë shqiptare kanë mbështetur Kosovën në rrugën e saj drejt pavarësisë, gjatë pavarësisë edhe pas pavarësisë. Por tashmë kemi një lojë tjetër. Ku mungon mbështetja nga Shqipëria bare? Mungon mbështetja në aspektin se si për shembull krijohet një lloj perceptimi nga qeveria Rama, që siç e tha edhe zoti Gjona deri në një pikë, që kosovarët duhet të disciplinohen, kosovarët duhet të ecin me kohën. Kosovarët duhet të Besoj që flitet për kryeministin dhe qeverinë, jo Kosovën, jo kosovarët. E kam fjalën për natyrisht qeveri për qeveri me qeveri, jo kosovarët si tansi, natyrisht nuk e kam fjalën as për shqiptarët. Ashtu ne jemi të folë në nivelin e kabineteve dhe edhe sistemeve politike. Pra, kosovarët në Kosovë, Albin Kurti, qeveria e tij duhet të jetë më disiplinuar, duhet të koordinohet ne jemi koordinuar që 23 vite. Ne që 23 vite po kërkojmë zgjidhje të këtyre problemeve, që 23 vite ne kemi toleruar, kemi prit. 23 vite janë 2 dekada e diçka, e disa vite, është një kohë shumë e gjatë. Është duke u na ndalu neve e drejta të operojmë si një shtet i pavarur, që jemi një vend mes të zemrës Ballkanit. Potencialin ekonomik që e kemi për të zhvilluar më përpara po na ndalon neve statusi politik, për shkak se me të vërtetë, edhe masa e popullit, edhe kosovarët, çdo qytetar i Republikës Kosovës, më mirë sot kishte preferuar të merrej me disa tema tjera, se sot merret me temën e politikës. Po fatkeqësisht na është imponuar. Por vlen të theksohet edhe diçka tjetër, është që për 5 vite, sidomos 5 vitet e kaluara ose 5 vitet e fundit, ne jemi ndjerë të vetmuar, për shkak se edhe jemi braktisur nga administrata shqiptare në Tiranë, edhe në një formë vret një falloj, si më thonë, edhe diplomacia shqiptare është ndarë. Për shembull, i ke diplomatët të bazuar në New York, edhe në Britanitë e Madhe atje që mbështesin Kosovën, për disa diplomatë që janë me qendër në Tiranë e ndjekin linjën e Ramës. Në të njëjtën kohë kemi presidentin Bega që tha shumë qartë edhe dje edhe sot, që ne duhet të qëndrojmë me Kosovën. Është shumë narrativ e thjeshtë jo. Okej. Vini, a ka zbehje të mbështetjes nga ana e qeverisë shqiptare apo ka pasur në vitet e fundit, siç thotë zoti Baja, kundrejt Kosovës? Nuk ka zbehje nga Shqipëria. Shqipëria tashmë është në këtë rast është pjesë e aleancës së NATO-s. Vendimet merren në grup në aleancë. Nuk mund të marrë vendime Shqipëria veç mas aleancës. Në rast se NATO është prezent në Kosovë, atëherë Shqipëria këto vendime i merr në grup, pra në bashkësinë e NATO-s. Nuk mund t'i marrë dot e vetme. Unë u shpreha më parë sepse duke parë problematikën që ka Vučić brenda në Beograd, pra në brenda në Serbi, pra në qytetin e tij, ku i rrezikohet pushteti, ai arriti të krijojë një konflikt në Kosovë artificial dhe këtu ra brenda Kurti. Kurti ra në grackën e tij. Unë nuk po them që Kurti ka gabim për të kryer sovranitetin e Kosovës në çdo cep të saj. Padyshim që duhet kryhet sovraniteti i Kosovës në çdo cep të saj. Por në kushtet ku është, në kushtet që ndodhet aktualisht, nuk është momenti i durë për ta bërë këtë gjë. Pra, duhet gjetur një moment tjetër për të kryer sovranitetin e tij në kur që ka marrë qeverinë, ka kryer sovranitetin duke ndaluar targat, duke ndaluar krimin. Mjes krimit shumë mirë është ndaluar më përpara sepse sa këto ditë që po flet Kurti. Pra nuk në tërsinë e problematikës Vučić kërkoi një konflikt për të ngritur atë nacionalizmin serb dhe për të qëndruar në pushtet në Serbi.
dhe nuk duhej bërë ky nder në thojza ky nder aty. Jo, nuk është për kundërzi, është sepse tash di pse zoti Gjonaj. A di pse? Po kërkoj dhe se e dyta që po të ndërprej vetëm deshat ashtu mes ta ndalim këtë. Jo, s'ka gjë. Arsyeja them pse për shkak se në fakt Vučićit në Kosovë i kanë prishë të gjitha rregullat e lojës tashmë. Për shkak se ka frustrim të madh të vetë serbëve brenda Kosovës. Ka shgënim të madh, siç e thash edhe më herët, është demonstruar dhe shifet edhe në YouTube se si e quajnë kur vinë Raki që vinë liderët Mitrovicë Veriore që ditëve të fundit nuk po guxojnë tikin atje më, për shkak se populli është lodhur. E para, e dyta, mos harro se Bashkia Ndërkombëtare pa marrë parasysh ka kaluar presionin në Kosovë, po presionin shumë më i madh në Serbi, për shkak se Vučić është duke i trembë edhe investitorët e tij. Për Vučić me pas trazira në Kosovë është shumë problematike. Edhe kjo do më thonë, me këtë potezin e fundit të qeverisë tonë, ai ka humb leven më të madhe që ka pas brenda Kosovës, manipulimin e 4-5 liderëve serb për të përçuar disa strategji politike të caktuara. Ajo iku tash. Do më thonë, ajo teoria që thua ti bjen, po më vjen keq zoti Gjonaj, po bjen, nuk ka saktësi. Desha të them edhe diçka në lidhje me pozicionin e Shqipërisë si antare i NATO-s. Po me vjen shumë keq zoti Gjonaj, po si vend antar i NATO-s, faktikisht ti nuk ta cënon ty pavarësinë diplomatike edhe politike, si vend i pavarur. Kurse si, pse për shembull Kroacia flet më shumë haptës për Kosovës, që është vend i NATO-s, dhe e diku edhe Maqedonia e Veriut, e shumë vende tjera, e Shqipëria nuk e merr stadin që i takon, nuk hyp në atë pedestalin kombëtar që Rama gjithë ditën e natën trumpeton që është lideri gjithë shqiptarëve në Ballkan. Kështu që po vjen keq ajo, si narrativ bjen edhe ajo. Jo, unë po flas se si qëndron logjika e rrjedhës së ngjarjeve, pastaj se si komunikojnë ne shqiptarët njëri me tjetrin, këtë kemi treguar historikisht se më përpara pyesim komshin se sa pyesim vëllezërit tanë. Jo, ne ishim të prit. Na vetëm jemi të mbrojtë drejtat tona. Është detyra e Shqipërisë aty. Aty është diçka tjetër. Diçka zoti Barë, nëse po vini vazhdoni. E dyta, nëse jeni shtet sovran, pra Kosova është shtet sovran, nuk është detyrë e Shqipërisë pra. Jeni sovran sepse e përmend edhe pak më parë që thatë jemi shtet sovran dhe jemi shtet që do të krijojmë edhe do të kushtet për të kryer sovranitetin. Shqipëria ka stazh më të madh shtetëror edhe diplomaci. Ne kemi nevojë ndihmën e Shqipërisë. Nëse keni nevojë ndihmën e Shqipërisë, pra nëse Kosova ka nevojë duhet bëjmë çfarë thot Rama. Apo jo as pak. Rama është një lider i cili më mirë bën politikën e jashtme se sa bën politikën e brendshme. Pra, nëse do të ishte emëruar ministri i jashtëm, do ta kishte bërë shumë më mirë punën se sa bën punën si jo për Kosovën, jo për interesat e Kosovës. E ka bërë për interesat e Serbisë. Kujt synon interesat e Kosovës zoti Bara. Edhe diçka që doja të pyesja gjithashtu është fakti që Shqipëria është antare e NATO-s. A mendoni që është e udhës që një kryeminist kush do qoftë ai, por në këtë rast zoti Kurti, një qeveri e Kosovës ta tërheqë Shqipërinë në një konflikt edhe kur nuk është i nevojshëm, thjesht nga njëherë një pjesë e madhe mund ta perceptojnë se konsiderojnë si teka të një politikanit caktuar në një kohë të caktuar. Pse e quajmë konflikt? Zoti, nuk është konflikt. Nëse ke përplasje me përveç Serbisë, jo, s'ka përplasje. Nëse ke përplasje dhe me faktorin ndërkombëtar, dhe siç thuhet jemi në prag të disa sanksioneve nga faktori ndërkombëtar për Kosovën, kjo do të thotë që ka një konflikt këtu. Dhe nëse tani diçka do të përshkallëzohet dhe qeveria shqiptare, kushdo qoftë ajo, sepse po të flasim për Ramën del sikur ose po kundërshtojmë drejt për drejt i Ramën ose po suportojmë drejt për drejt i Ramën, por nuk të zbët fjalë për qeveria shqiptare kushdo qoftë që të tërhiqet dhe të futet brenda kësaj edhe atëherë kur mbase diçka nuk shkon me një politikan caktuar, nuk kanë shkuar shumë gjëra me shumë politikan caktuar në Shqipëri. Historikisht. Po ju thatë edhe më përpara dhe në Kosovë, dhe kjo është më se normale. Pra, a duhet që me çdo kusht, në çdo rast, për gjithçka të thuhet që gjithçka është mirë dhe ne jemi me ju edhe në këto raste? Mos harrojmë, gjithsesi, është artikulli 4 i Konstitutës së Shqipërisë. Atëherë,
Parlamenti shqiptar të votoj pra, ta heq mbrojtjen e shqiptarëve jashtë kufive të Shqipërisë. Qartë, po zoti Bar, as zoti Rama, as kërkush Shqipëri nuk është më shqiptar se ç'është një shqiptar i Kosovës, të themi në këtë rast gjithë opozita e Kosovës, të gjithë janë kundër Albin Kurtit. Të jemi të qartë, Martin. Do të thënë Rama do të jetë pro ose qeveria shqiptare do të jetë pro në këtë rast qeverisë së Kosovës, ndërkohë që e gjithë opozita në Kosovë është kundra. Gjitha veprimet që Kurti ka ndërmarrë në këtë rast. Dy gjëra ti kemi të qarta. Ne nuk përkërkojmë që Shqipëria të diktoj Kosovës ç'a të bëj. Këtë po bën Rama sot. Ne po kërkojmë që Shqipëria të bëjë dy gjëra të thjeshta. E para, luftë më të madhe diplomatike të koordinuar me ne, që e kemi deri në nivel, po kur vjet të puna e ftohjes së marrëdhënieve, sidomos gjatë procesit dialogut ose para dialogut mes Kosovës nga Europa për të ndrequr një gabim që ka bërë zoti Kurti, po kërkoi negocim për të liruar policën. Po kërkon ai po kërkon po si do ja të çka të realiteti jo tjetër. Ai kërkon mënyrën se si e bën, ai flet me Vučićin më shpesh se sa që flet me një kryeminist të Kosovës. E para, e dyta, Ballkani i hapur. E gjitha filloi tek Ballkani i hapur. E gjitha filloi tek kurtha që ju bë Kosovës me Ballkanin e hapur, edhe të gjithë e dim kush është sponzori më i madh i Ballkanit hapur në Po ishte një çështje e hapur, pikërisht Kosova u ftua që të ishte pjesë e kësaj. Aty cënuan interesat e Kosovës, për shkak se po i heqim në kufit me Serbinë, çka do ndalte Vučićin të vinte në patriarkanin e PES, e ti mblidhte sikur që i ka pas mbledh në Gazivod, në Gazimestan në vitin 1988, gati 1 milion serb që i sjellin nga Serbia për me ta trazu Kosovën ty. Do më thonë, duhet kemi një retrospektiv historike përpara se të marrim masa tilla. Rama eci në kokën veti aty. Rama eci me atë pompozitetin e tij. Mos flasim për politikën e brendshme në Shqipëri. Ajo diçka tjetër është. Nuk e kemi problem, mund të flasim. Nuk është se çështja tani. Gjithsesi, por kritika më e madhe është e administratës së sotme shqiptare në Tiranë, që me një farmendësie kozmopolitane, me një farmendësie të shteteve të Beneluxit, mundohet ta paqësoj Kosovën, kur në një kohë Kosova ka probleme shumë të mëdha me Serbinë të pa qarta. I kemi 1659. Po Shqipëria ka pasur qytetarë të Kosovës Shqipëria ka pasur gjithmonë probleme me shekuj me Serbinë, edhe unë besoj pavarësisht një marrëveshje të mundshme apo mbas edhe njohjeve reciproke eventualisht, nuk besoj që gjithçka do shuhet dhe do jemi në paqe të përjetshme me Serbinë. Jo, e kundërta, Martin. Unë besoj që mund, nëse Shqipëria luan rolin pozitiv në kuptimin që Kosova është vend i diskriminuar edhe Kosova ka nevojë mbështetjen totale të shtetit shqiptar, gjërat shkojnë me të tjerë. Vučići do të mendoj 2 herë ose 3 herë të merr masat ti manipuloj serbët në veri të Kosovës, për shkak se nëse sinergjia aq e mirë që ekziston mes Ramës dhe Vučićit do të ishte përdorur për Kosovën nga ana e Ramës, gjërat do të ishin këtë tjera. Okej, që të futet dhe vini dhe të shputemi sepse po del sikur është një çështje tani më mes Kosovës. Vini, a mund të bëhet diçka më tepër Shqipëria dhe a varet gjithçka nga Shqipëria apo a do varet shumë më shumë nga Shqipëria që të kemi një marrëveshje apo një njohje reciproke siç thotë zoti Bar? Shqipëria është i vetmi vend që ka vajtur në Beograd dhe i ka thënë Vučićit që Kosova është e lirë, e pavarur dhe harrojeni Kosovën dhe pranojeni si shtet. Është i vetmi kryeminist që e ka bërë në Beograd. Nuk e bën as këta që shkojnë nga Europa apo as ata tjerë që shkojnë nga Amerika. Dhe as ambasadorët apo përfaqësitë diplomatike që kanë qenë në Serbi nuk kanë arritur dot të përmendin në publik, në konferencë publike, faktin që Kosova është e pavarur, shtet sovran dhe Serbia duhet ta harrojë tashmë Kosovën dhe duhet ta pranojë si shtet. Nuk ka ndodhur kjo. E ka bërë vetëm një dhe e ka bërë shqiptar. Por nuk du të jap atribute Ramës sepse nuk kam ndaj simpati shumë të madhe për sa i përket qeverisë që bën në Shqipëri. Kurse për sa i përket lidhjes midis Shqipërisë dhe Kosovës, pra shqiptarëve të Shqipërisë, shqiptarëve të Kosovës, Rama është i vetmi kryeminist që ka pasur shqiptar të Kosovës në qeveri, në kabinet. Është i vetmi kryeminist që ka arritur dhe ka filluar mbledhjet e përbashkëta të dy qeverive, duke kryer o ndoshta edhe duke tentuar për të bërë një harmonizim të dy shteteve për të, si duket, për të hedhur themelet e bashkimit të dy shteteve. Nuk e kemi bërë të dy palët punët ashtu siç ishte për të bërë. Sepse kur filluan mbledhjet e dy qeverive, mbledhjet e përbashkëta të dy qeverive, të gjitha ato që nuk shkuishin nëpër tavolinë, të gjitha humbeshin.
Njëherë u ndroshin qeveritë në Kosovë, pastaj u ndroshin qeveritë në Shqipëri. Në Shqipëri nuk është ndrosur sepse Rama gjithmonë po flas ka ndryshuar kabinetin apo aleancat politike që ka pasur në Tiranë, dhe të gjitha ato që janë firmosur, ato marrëveshje kanë ngelur duket rrugëve, dhe ky është problemi jonë. Është problemi i të dy problemi si shqiptar, është problemi që ne historikisht nuk kemi ditur të ndërtojmë shtet. Dhe më vjen shumë keq që a beson se lutem ta mbaroj këtë sepse kam shumë shkurt dhe ta fjalën. Ne kur u bëm shtet në 1912-ën, fatkeqësisht duke na ndarë Kosovën nga trungu, nuk arritëm dot të ndërtonim shtet. Në 45-ën erdhi Enver Hoxha në pushtet. Alatëve të tij siç ishin atë në atë kohë, alatët e luftës ishte perëndimi, i mprishti të gjitha marrëdhëniet, u izolua, ngelëm populli më i varfër në Europë. Në 90-ën e mori Sali Berisha, u izolua dhe ai nga kombëtarët, nga ndërkombëtarët, nga alatët tanë, dhe përfunduam në 97-ën, përfunduam në luftë civile, në vend që të mbronim Kosovën, filluan të prisnin njëri tjetrin në Shqipëri. Më pas ndodhi lufta e Kosovës, ku përsëri aleatët, forcat e NATO-s dhe forcat e Kombëve të Bashkuara erdhën në Kosovë, bën të mundur shlirimin e Kosovës, pra u bën aleatët tanë. Unë këtu e kam kontekstin, nuk duhet të bëm kashëllëk me janë dy gjëra. Duke ditur historinë se si kemi rrjedhur deri këtu. Zoti Gjona, e kuptoj, edhe jam dakord me shumë pika që i ngrit aty. Janë dy gjëra megjithatë. Uniteti kombëtar shqiptar është i përjashtuar nga këto që flasim politikat diplomatike ditore. Unë nuk po e çoj në atë nivel, nuk kam guxim ta çoj te niveli që jemi të përqarë. Nuk besoj që jemi të përqarë si komb. Besoj se nuk ka më tepër sinergji nga shteti shqiptar, për shkak se shteti shqiptar si masë më e madhe, si gjeografi më e përshtatshme, si stazh më të madh shtetëror që ka vendi, edhe ka një farë obligimi kushtetues shteti shqiptar ndaj Kosovës. Po t'ishte zoti Rama ai që e mbante atë konsistencën e vitit 2014 kur deklaroi në mes të Beogradit që Kosova është vend i pavarur, ta harrojmë këtë punë, e të mos shkonte mas 3 vjetësh bënte të vizatonte harta me disa lider të Kosovës, ish lider të Kosovës, që ta acceptonin Kosovën, edhe të mos ishte Ballkani i hapur, ne besoj që do të flisnim diçka tjetër sonte. Nuk do të flisnim për një ram destruktiv, po për një ram që po mundohet ta gjejë një zgjidhje ta ndihmojë Kosovën, edhe rajonin ta gjejë një ashtu. Pra, domethënë historikisht, retrospektiva, nëse shikojmë mbrapa, Rama nuk ka qenë edhe rol konstruktiv në raport mes Kosovës dhe Serbisë. Zoti Baj, në këtë kontekst, çfarë mendoni ju se është perceptimi i Evropës apo i Amerikës për sa i përket rolit të Ramës dhe influencës së tij pozitive apo negative sipas jush, po cili mund të jetë perceptimi i tyre për influencimin e Ramës në lidhje me raportet Kosovë-Serbi? A mendoni që ata ndajnë të njëjtin mendim me ju në këtë rast? Unë mendoj që bashkia ndërkombëtare është ndarë në 2 rryma. Është establishmenti politik, i përfaqësuar nga Departamenti i Shtetit, si edhe nga politikat edhe mekanizmat politik në BE, edhe janë entitete tjera që grumbullohen rreth këtyre 2 rrymave, por që janë për t'i bërë më tepër presion Serbisë. Zoti Rama gjithsesi se favorizohet për shkak se mos harrojmë, bashkia ndërkombëtare janë oportunistë. Janë njerëz oportunistë që nuk e shohin çështjen e Ballkanit me optikën që e shohim ne. E sidomos ku vjet të puna Kosovës, sepse e shohim me optikën e oportunizmit, një problem që duhet ta kalojmë ose ta mbulojmë derisa ta përfundojmë punën me Ukrainën. Pse Kosova duhet të sakrifikohet për Ukrainës ama? Po pikërisht po ne patëm përkrajen. Po përkraja ishte më tepër për sigurinë evropiane se sa për sigurinë dhe adresimin e interesave të Kosovës, sepse neve na lanë edhe pavarësinë ta shpallim vonë. Neve na lanë me një status quo për një kohë shumë gjatë pas luftës, mos harrojmë. Për të thënë, problemi nuk është vetëm Rama, jemi gjithë qartë. Domethënë, zoti Kurti po shkon dhe kundra ndërkombëtarëve, jo ama kundra Ramës, sepse ky do ishte ndoshta edhe problemi më i thjeshtë, se mund të zgjidhet edhe më lehtësisht. Pra, ju po thoni që ka pasur edhe një farë, si thua,
një përkrahje jo të nivelit duar nga ndërkombëtarët. Në cilën fazë kemi fjalën? Sa po thatë Kosova është shpallur e pavarur paksa me vonesë dhe gjithsesi jo ka interesat e tyre. Tashmë është Ukraina në mes dhe kjo sjell interesa të tjera të tyre. Duhet të jemi siç pari se interesa të ndërthura ka, prandaj ka dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Por këto interesa apo si thua interesat e ndërkombëtarëve strategjike për një bashkëpunim me shqiptarët në përgjithësi është diçka që na ka konvenuar dhe na konvenon akoma. Gjithsesi. Po marrëdhënia me ndërkombëtarët, për çfarë ka ardhur në këtë pikë, zoti Bara? A ju duket ju se ka ardhur në një pikë jo vetëm tani më, por që ka një, si thua, ka një fillim dhe më herët? Se fillohet nga retorika, fillohet nga ajo që thuhet kohë më parë dhe pastaj fillohet edhe me vepra. Pra, a ka ardhur duke u përkeqësuar si pasojë e ardhjes së qeverisë Kurti në Kosovë? Jo. Apo është diçka tjetër? Jo. Apo është thjesht një perceptim bas? Mos harroj Martin, shqiptarët në Ballkan janë faktori gati më rëndësishëm, Ballkan. Por jemi të ndarë në 3-4 shtete. I kemi 2 shtete shqiptare. Edhe i kemi 2 vende tjera, 2 shtete që janë me popullsi gati shumicë shqiptare në Maqedoninë e Veriut edhe Malzi dihet kompozicioni popullor atje. Ndërkombëtarët kanë gjetë një person në Edi Ramën Tazem ose në një lider të caktuar shqiptar që ta përdorin si mash për të mbajtur shqiptarët të neutralizuar. Unë mendoj. Tash mund të jetë konspiracion teori ose por kjo është edhe kohët e funit dhe ne s'ka marrë si të mirë qenë. Si është e mundur që Vučići lejohet të jetë dinamik, të jetë strategjikisht edhe ti manipuloj. Po nuk besoj që zoti Kurti po prishet me ndërkombëtar për shkak të Ramës. Për shkak zoti Kurti nuk është duke u prishur me ndërkombëtar. Zoti Kurti është të mbrojtë sovranitetin e vendit vet. Unë po flas për ti ju mund të keni një perceptim, po unë po flas diçka tani këtu. Ose janë gjithë kundra Kurtit ose Kurti kundra gjithë. Mbase kjo është një pyetje për ju, cila qëndron sipas jush? Pikërisht po, na jemi duke u vetë mbrojt. Ne jemi duke vetë mbrojt, por në anën tjetër jemi duke mbrojt sovranitetin e vendit ton, duke i marrë parasysh të gjitha kalkulimet të ndërkombëtarëve, ne jemi duke bërë një punë të mirë sa mund mbas kushteve që i kemi. Për shkak se fundit ne jemi duke përdorur legitimitetin që na e mira duhet të ketë një rezultat. Vetëm qëllimi vetvete nuk mjafton besoj apo jo. Cili është rezultati i kësaj të mire, pra i kësaj shtrirje të sovranitetit në veri të Kosovës në kundërshtim me këshillat e atyre. Kfori duhet ta bëjë punën e vet. Kfori duhet ta bëjë punën e vet. Kfori nuk ishte në gjendje të mbrojë. Janë në Kosovë për të mbrojtur ta. Po, Kfori nuk ishte në gjendje, e pam gjithë. Nuk ishte në gjendje të mbrojë 5 gazetarë të Kosovës që u rrahen edhe u abuzuan në Mitrovicën Veriore. Kfori, po ata u dhunuan, po u dhunuan në një protestë, përderisa gazetarët kosovarë ishin duke u ndjek nga serbët. Kfori dështoi në rujtjen e kufirit të Kosovës. Domethënë dështimi i marrëveshjes Kumanovës të vitit 1999. Ne këtë çan kërkojmë ne duhet lejohemi ta luftojmë krimin. Ne po luftojmë krimin në veriun e Kosovës. Ne po i ndalim strukturat e organizuara, strukturar kriminale të etnicitetit serb që po vinë nga Serbia, po ndikojnë në procese politike në Kosovë. Dhe nëse mund të ndërpres duke ndalur te krimi, opozita në Kosovë thotë që në fakt por i lind krimi, diçka që ishte jo që nuk ekzistonte fare, kjo është normale, thamë dhe më parë që ka ekzistuar prej kohë sepse është krijuar ky vakum atje, por që janë riorganizuar për shkak të kësaj nxitje të tepruar mbase, ashtu po them siç thuhet e zotit Kurti pra për të dërguar, për të imponuar për të dërguar të zgjedhurit atje që edhe unë besoj që është diçka normale, për të dërguar policinë atje për të kapur, se tani themi ne është kapur një kriminal, por ne kemi 3 shqiptar atje për shkak të mbase, siç e thot Kurti, mbase të këtij kriminali siç është kap. Pra, unë besoj që Serbia është e gatshme të japë dhe kriminal të tjerë për të marrë dhe shqiptar të tjerë apo për të krijuar dhe destabilitet dhe më të fortë dhe më të madh. Sepse pastaj do sjedhen edhe në situash në favorin e tyre, shumë thonë që Vučić dhe Serbia tani më po kthehen ata në viktim për arsye për shkak të mosbindjes ndërkombëtarëve ndaj ndërkombëtarëve të zotit Kurti. Sa qëndron, unë po citoj. Tash ti mosbindja shikoj çfarë mendësie kemi krijuar dhe çfarë narrative kemi krijuar për 23 vite. Nuk po të faqsoj ty Martin për shkak se gjithsesi je profesional, po është ndërtu një narracion, një narrativ gjithandaj trojeve shqiptare që sidomos në Kosovë që duhet bindur bashkisë ndërkombëtare. Jo, bashkia ndërkombëtare është partner. Nëse duan të jenë partner për paqe, ne jemi për paqe. Ne jemi në vendin ton. Ne po i mbrojmë vlerat e demokracisë.
Kosova është shteti më demokratik në rajon. A mundemi? Mundemi, gjithsesi, po nuk duhet Po Martin, nuk duhet detyrimisht kemi forcë ne ti imponojmë këto vlera me forcë. Jo, me demokraci, me liri, me antikrim, me një qeverisje antikorrupsion, me një qeverisje që po zhvillon politika ekonomike, pa marrë parasysh që tani akoma nuk ja kemi pa ato frytet, por vje kohë, është një 2 vite gjysmë që kanë ardhur në pushtet kjo qeverisje sotme. Pra, na duhet të ndalojmë atë narrativen që duhet bindur bashkësinë ndërkombëtare, duhet mi bind ata, duhet i bindemi edhe duhet koordinohemi. Po çka është kjo? Atë ti nuk je shtet sovran. Shiko për shembull çka ka ndodhur në Shqipëri në 2 vjet, 3 vitet e kaluara, kur u bind gjithë klasa politike, ju binde urdhrave disa ambasadave, ju binde instruksioneve politike jashtë Shqipërisë, ka krijuar tension. Pra ne duhet të vetë mësohemi, të vetë demokratizohemi, e ta mbajmë demokracinë të rrisim vlerat demokratike. Ne nuk vetë demokratizohemi kurrë. Ne që në historinë e ndërtimit të shtetit shqiptar, ne nuk kemi arritur të dimë se çfarë është demokracia. Dhe fatkeqësisht Kurti po bën të njëjtat gabime siç kanë bërë shtetarët shqiptar vite më përpara. Është i njëjti gabim dhe më vjen shumë keq që përsëritet historia tek ne. Ku janë gabimet e Kurtit për demokracinë, zoti Gjonaj? Nuk është çështje e demokracisë në thelb. Në këtë kushte që është vendi, ne nuk jemi në kushtet që është Gjermania sot apo Anglia. Ne kemi demokraci të frytshme, zoti Gjonaj. Është demokraci e shëndosh në Kosovë. Jo, nuk ka demokraci as në Kosovë as në Shqipëri. Jo, dale, pse thua atë? Po të them se nuk ka demokraci as në Kosovë dhe as në Shqipëri. Se në radhë parë. Jo, në Kosovë. Shqipëria është autokraci. E dim atë. Shqipëria është autokraci. Ne jemi po ta quash kaotik. Kryeministri që nga viti 2013, zoti Gjonaj. Po është i zgjedhur. Vetëm që mos ta zhvendosin te Shqipëria. Në demokraci. Mund të fokusohesh pak tek marrëdhënia e qeverisë Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryesisht, por me faktorin ndërkombëtar në përgjithësi, sepse këtu ka një qarje dhe po përgatiten për sanksione dhe besoj që gjithë bien dakord, është diçka që nuk mund të ishte parashikuar 23-4 vjet më parë kur është liruar Kosova, që pas gjithë këtyre vite, pa 2 dekadave, më shumë se 2 dekadave, ata që kontribuan në krijimin e shtetit Kosovës dhe çlirimin e shtetit Kosovës do ta ndëshkonin atë një ditë për thjesht atë që quhet, që zoti Baja nuk e pranon, që është mosbindja, por mosbindja ka dhe në thelb atë të vetën që do të thotë mos koordinimi, mos bashkëpunimi me dikën që është brenda territorit të shtetit tënd për të mbrojtur nga një agresor i mundshëm, siç është në këtë rast Serbia. Tani politika është shumë e ndërlikuar edhe për të kuptuar, edhe për të qenë pjesë e politikës. Në rastin e vendit siç është Kosova apo dhe siç është Shqipëria. 2 vende të vogla, 2 vende më të pravambetura në Ballkan, 2 vende me një histori persekutimesh në Ballkan. Pra kemi të domosdoshme të kemi një aleancë të fortë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian. Është një domosdoshmëri që ne nuk mund ta anashkalojmë dot. Në rast se anashkalohet kjo retorik, pra vetëm thjesht po t'jap një shembull. Nëse kur Kurti quajti sekretarin e shtetit naiv, nëse sekretari i shtetit do dalë në një deklaratë do thotë që ne tërheqim trupat, siç u tërhoqin trupat nga Afganistani, do ne tërheqim trupat nga Kosova, Albin Kurti jep dorëheqje mbas një ore. Sepse nuk është i Zotit të mbaj Kosovën, nuk është i Zotit të ruaj Kosovën, nuk është i Zotit të ruaj as sovranitetin, nuk është i Zotit të bëj asgjë, pa qenë ajo bashkësia aty. Kjo është vërtet. Nuk është vërtet. Nuk është vërtet, o zoti Baja. Nuk është vërtet. Është fakt sepse nuk ka asnjë lloj mundësie. Është shumë e vështirë ta evidentosh atë me fakt, është shumë. Po ka fakt sepse në momentin që të rishin të gjitha trupat nga trupat paqërujtëse, fort apo trupat e NATO-s dhe baza ushtarake amerikane nga Kosova, atëherë Kosova bëhet një lloj objekti i. Edhe ti mendon zoti Gjonaj që Evropa dhe Amerika e lejojnë edhe një Ukrainë të dytë në Evropë? Ti e din që nëse tërheqen trupat nga Bundestili, a di çfarë do ndodh? Shqipëria është vendi i parë që do përfshihet në luftë, atë Turqia është vendi i dytë që do përfshihet në luftë,
Atëherë do të kemi luftë të tretë ballkanike evropiane botërore faktikisht. Atëherë duke ditur këtë fakt, Kurti luan me këtë fakt me bashkëpunim. Jo, nuk është duke ditur këtë fakt. E shfrytëzon po thoni. As nuk e shfrytëzon, por atë që e thoni ju, po e përgjigjem në atë hipotetizmin tuaj. Unë hipotetike e kisha, duke ditur që E pikërisht po. e din shumë mirë edhe Kurti dhe qeveri edhe vetë populli në Kosovë, është e pamundur që me bashkësinë patjetër që do të jeni aleat, patjetër që do të jeni të barabartë tavolin. Dhe Kurti, për një gjë unë admiroj Kurtin, që kur ulet me ndërkombëtarët, ulet si i pa korruptuar. Absolutisht. Në rastin tjetër ku ka lider shqiptar në Ballkan dhe ulet përpara ndërkombëtarëve, ulet si i korruptuar dhe prandaj e kanë Ose i nështruar. Po i nështruar sepse duke qenë se janë të korruptuar, janë të nështruar. Është pjesë e Zoti Gjonaj, e din shumë mirë, jeton në Perëndim, e din shumë mirë kur jene në raporte pale, biznesi, marrëdhënie pune, në punonje në korporate, diku kudo që punojmë ne këtu në Britani të Madhe ose në gjithandaj Perëndimit, njerëzit fitojnë respekt kur ki parime, kur ki qëndrime, kur i mbrojnë qëndrimet edhe interesat tuja. Bosi i një korporate nuk të dënon ty, e nuk të fut sanksione ty, e nuk përjashton nga puna ty, vetëm se ti po i mbron disa vlera të organizatës ta zënë. E njëjti shembull është edhe në Ballkan, për shkak se e kanë mësuar mentalitetin ton, zoti Gjonaj. E kanë mësuar atë mentalitetin ton që një, korruptohemi shumë thjesht, dy, mund të përdoremi si shqiptar lev kundër shqiptarit tjetër, edhe kjo është shfrytzuar për 23 vite. Jo, nuk është përdorim për ndërkombëtarët që kanë kërkuar Kurti. Po si nuk është zoti Gjona, janë interesa strategjike gjeopolitike tyre. Pse të jemi ne viktim të strategjisë ndërkombëtarëve, kur ata nuk na marrin neve parasysh, nuk na përfillin. Je një vend i vogël, je një vend që nëse nuk janë ta, do të na marrin nëpër këmbë. Rusët. Jam dakord që jemi vende të vogla, po jemi faktor në Ballkan, zoti Gjonaj. Nëse kemi koordinim më të mirë me njëri tjetrin, nëse ka unitet kombëtar, gjërat janë binë në situatë këtë tjetër. Nëse tërhiqen amerikanët dhe Bashkimi Evropian, ne bëhemi objekt i sulmeve, jo sulme ushtarake, po domethënë ndërhyrjeve ruse e tjera. Nuk e dim ç'a mund ndodh. Mund ndodh lufta tretë botërore. Mund ndodh lufta tretë botërore, po. Unë po them luftë ndodh. Ndodhin ato që kanë ndodhur në Shqipëri, kur zoti Sali Berisha i bëri naftën vendit duke futur luftë civile, duke shitur edhe naftë në kufite e Serbisë për t'i dhënë naftë ushtrisë serbe për të Ishin agentuar entitete të tjera që shkatruan Shqipërinë në 97. Nuk ishte zoti Sali Berisha, po më vjen keq, po nice. Jo, tani të paktën për këtë mos na e thoni në Shqipëri në shqiptarëve. Nuk mund të flas dot me fakte. Ka qenë. Në Kosovë duket qartë se kush përkrahet. Zoti Gjena nuk besoj që do ndryshojë qëllimin ti sot. Shiko. Tani ato naftën ja dha Sali Berisha, nuk ja dha agenturat e huaja. Këtë është fakt. Ndoshta për atë luftën civile dhe mund të ketë debat dhe kjo ha debat. Kurse për naftën ja ka dhënë Sali Berisha naftën. Këtë se është edhe debat tjetër që nuk më takon ta them këtu. Duke qenë se Sali Berisha ka qenë një agent i UDB-s, po këto janë tema tjera. Temë tjetër kjo. Temë tjetër. Po edhe disa gjëra tjera domethënë se sa i devotshëm ka qenë, sepse sa e luante Belgradi domethënë qeveria në serbe në Beograd, lëvizte edhe Berisha në Shqipëri. Si në qeveri si në opozit. Kjo nuk është domethënë sa që lëvizte gurët serbët nëpër Ballkan, lëvizte Berisha në Shqipëri, bënte konflikte apo duke sjellë një politikë konfliktuale brenda. Jemi në momentet e fundit, zoti Gjonaj, në momentet e fundit ku Kosova me Serbinë mund të arrijë një normalitet, një normalizim, okay? Të jemi qartu. Nuk jemi në ekosistemin e kohës Sali Berishës, kohës shkatrimit Shqipërisë vitet 90-ta. Jemi në një stat krejt tjetër gjeopolitik, por edhe brenda shqiptar. Kemi një momentum që duhet shfrytzu. Dhe pikërisht sa po shfrytëzohet. Pikërisht po. Ne po shfrytëzojmë, ne në Kosovë po i bëjmë detyrat tona, përderisa nuk po marrim përkraje nga kryeministri shqiptar. Jo nga presidenti, sepse presidenti ka dalë shumë haptas edhe disa entitetet të rëndësishme diplomatike të Shqipërisë janë pro Kosovës, edhe me Kosovën. Përderisa ky kryeministri i Shqipërisë
del me atë pompozitetin e tij, me atë farë shfrytëzimin maksimal të karizmës së tij, me atë shtatmadhësinë që ka, edhe shfrytëzon në maksimum për të shitur si një njeri që shiko, bashkësia ndërkombëtare, unë jam këtu faktor. A mendon që është kundra Kosovës? Nuk është për Kosovën. Nuk është për interesat e Kosovës, po më vjen keq. Zoti Gjone tha më parë përmendja e kërkesat që i bën Serbisë e vazhdueshme, jo vetëm atëherë kur bëri vizitën e famshme në Serbi, po e vazhdueshme që të njohë Kosovën, që nuk ka kthim prapa. Ajo që i thot edhe pak përpara që ja tha Serbisë Vučić që eskalimi i situatës, domethënë duke dërguar trupat ushtarake të Serbisë afër Kosovës është baras me zero. Që i kërkon Serbisë që të kërkoj falje për viktimat e Kosovës pas njohjes eventuale, gjitha këto, nuk e di, në që kontekst i shikoni ju, si një kryeminist shqiptar, çfarë tjetër ose çfarë më shumë mund të bëj përpos lobimit, dhe duke pasur parasysh se, siç e tha zoti Gjonaj, politika e jashtme për hir të vërtetës në Shqipëri ka qenë më e favorshme, domethënë edhe më e frytshme se sa shumë vite më përpara, dhe siç e thatë dhe ju vetë, gjithë vëmendja kundrejt shqiptarëve është një pikë të voliqme. Edhe nuk e di se sa funksionon apo se sa në shërbim të Kosovës është kjo kur një pjesë e qeverisë së Kosovës mund të ketë favorit në politikën shqiptare për një arsye ose për një tjetër. Jo domosdoshme, për shkak se Martin duhet të jetë konsistent, për shkak se përgjegjësia është e madhe në kryeministit shqiptar, kur vjen puna e deklaratave edhe strategjisë diplomatike që ndjek. Rama nuk ka konsistencë. Rama është shumë jo konsistent për shkak se 2014 deklaron në Beograd pro pavarësisë, përderisa në 2016 krijon Open Balkans, përderisa në anën tjetër në 2017-18 fillon rihartimi i Kosovës. Kupton? Në anën tjetër kemi një ram që thot pasi kidnapohen 3 policë kosovar, thot na presim raportin e KFOR-it. Përderisa KFOR-i nuk ishte aty, ata ishin trupat e Kosovës që u kidnapuan. Pra, domethënë kemi një ram që nuk është konsistent, kemi një ram që ndjek vijën e vet politike gjithsesi, po jo në interes të Kosovës. Gjithsesi është opinioni im. Patjetër. Jo, dhe jeni drejt në tuaj se kështu e shikoni ju, dhe mbasi nuk jeni vetmi që e shikoni në këtë prizë, thjesht doja që ta ezauronin deri në fund. Vini nuk e di nëse doja t'ju vija përpara 3 pyetjeve se pse zoti Kurti më thanë futet apo këmbgul kaq shumë edhe për disa gjëra, siç është ky rast ku mbase e shikon dhe si të dështuar prej fillimit, por duhet të thënë për hir të vërtetës që zoti Kurti është konsistent në ato çfarë ka premtuar se çka thënë, pra a është një ndër arsyet premtimet e bëra gjatë fushatës elektorale apo kur ka qenë në lëvizjen vetvendosje përpara futjes së tij në politik apo gjatë politikës, a e bën ndërmase edhe për populizëm, por dhe kjo nuk e di sepse ai tashmë e ka popularitetin, një herë u shkarkua dhe pastaj mori vota më tepër se çdo kryeminist tjetër në Kosovë, pra duke kaluar dhe 50%, apo e bën në fakt sepse është pra që lidhet mbase edhe me atë që thash në fillim, pra se është një bindje e vërtetë e tij se kështu duhen funksionuar gjërat dhe mund t'i marrë gjërat në këtë lloj mënyre, duan apo s'duan ndërkombëtare, do apo s'do Amerika. Kurti është idealist. Dhe kjo gjë më pëlqen tek ai që është idealist, por e thash më përpara, në politik nganjëherë duhet kemi atë shprehjen tonë popullore që rrim shtrëmbër dhe flasim drejt. Kupton? Në politik nganjëherë duhet të qëndrosh të pak shtrëmbër. Nëse kishte një moment që duhej të qëndronte shtrëmbër, ishte ky moment që duhej të qëndronte shtrëmbër. Në fakt, atit nuk e di domethënë nëse është e vërtetë apo jo, po vërtet ka vetëm kryeministri i Shqipërisë që Kosovës ishte premtuar edhe një ulese në Kombet e Bashkuara. Pra, Kosova do të jetë edhe pjesë e Kombeve të Bashkuara. Këtë ka deklaruar. Tash nuk e di unë a është e vërtetë apo jo. Kjo është një deklaratë e kryeministit të Shqipërisë. Kurse pjesa tjetër e narrativës së Kurtit populist, kjo po vihet re shumë këto kohë të fundit. Domethënë edhe dje sot kam shpenzuar pak kohë në Twitter, duke parë domethënë gazetarët, televizionet në Kosovë, njerëz intelektual në Kosovë,
dhe kam vënë re që në të gjitha tweetet që kanë bërë, në të gjitha komentet që kanë bërë, kishte një ushtri të madhe të kësaj qasje që Rama tradhtar, Shqipëria po na tradhton, Kurti është lideri shqiptarëve, Kurti, pra kemi të bëjmë me një formë ndasie të popularitetit të Kurtit dhe pjesës tjetër janë të gjithë tradhtar. Pra nëse je me ne, je i drejt apo je atetar, nëse je kundra nesh, je tradhtar. Domethënë, kjo është Kjo është ajo që çfarë po përcillet tashmë në rrjetet sociale apo në këto. Pra, patjetër që s'është e vërtetë sepse në rrjetet sociale ka më tepër frustrim, njerëz që shprehin më tepër frustrimin. Pjesa tjetër e se çfarë do të bëj në të ardhmen. Patjetër që Kurti do tërhiqet nga kjo, sepse Kurti është tashmë tërhequr, ai ka thënë që do bëhen zgjedhjet në pjesën veriore të Kosovës. Pra ato 4 bashki do të bëhen zgjedhjet në muajt e ardhshëm, nuk e di se kur është vendosur data. Pra duke shkelur edhe kushtetutën, sepse kushtetuta e cilëson saktë se zgjedhjet janë bërë një herë. Zgjedhjet nuk bëhen thjesht se kërkon kryeministri, po me këtë rast është gjetur edhe mekanizmi për të ribërë zgjedhjet në pjesën veriore të Kosovës. Pra këtu ka një tërheqje Kurti nga ajo sovraniteti i tij, duke ditur që po të marrin pjesë serbët në zgjedhje, asnjëherë nuk do zgjidhen kryetar shqiptar aty. E qartë ajo. Kjo është shumë e qartë. Pra, kjo nuk është nuk është çështje sovraniteti. Po nuk duam të imponojmë ne shqiptarët aty, zoti Gjonaj. Ky është keq kuptimi. Nuk është çështje e sovranitetit aty. Aty është çështje e respektimit drejtave të njerëzit. Por çfarë respektimit drejtave të njerëzit? Për shkak se ne nuk duam të imponojmë kryetarët e komunave shqiptar në vend banime ku shumica janë serb, për shembull. Nuk duam. Kjo është keq kuptimi që vjen edhe nga ndërkombëtarët edhe nga ne disa nga shqiptarët, se mendojmë që me të vërtetë ne po pushtojmë, ne po okupojmë, ne po futemi edhe po invazojmë vend Gjonaj. Nuk është e vërtetë, ne po duam zgjedhje, por nuk mund të bëjmë zgjedhje, zoti Gjonaj, kur dy gjëra po ndodhin. Lista serbe është manipuluar dhe dirigjuar nga Vučići, edhe dyta vjen krimi, futet krimi prapë në Kosovë. Atë dimne. Domthon ju mendoni që duke pasur kryetar bashkie domthon të shqiptar në ato bashki do të bie krimi? Krimi nuk bie duke pasur. Jo, nuk thash. Jo. Nëse ndalet influenca e Vučićit në komunitetin serb në Kosovë, atë nuk do të ketë krim. Nuk do të ketë krim, për shkak se policia do të operojë lirshëm, po edhe qytetarët serb do të bashkëpunojnë me autoritetet kosovare, sepse është në interes të tyre. Mos harro zoti Gjonaj, shumica e serbëve në këto vendbanime janë duke u mbajtur me frikë, me dhunë, nuk guxojnë të bëjnë gjëra që një qytetar kosovar i lirë i bën në Prishtinë, në Gjakovë, në Prizren e Pej, ta zojmë. Plotësisht dakord. E di këtë shumë mirë, prandaj Vučić krijoi këtë lloj konflikti artificial aty. Po duke u mendu, a dim pse zoti Gjonaj, këtu është keq kuptimi tjetër. Për shkak se ne mendojmë se është dashur me leju Vučićin ta vazhdoj manipulimin e këtyre serbëve, përderisa erozioni brenda i sovranitetit ton vetëm po dobësohej dita ditës, saqë sot shumica shumë nga disa politikanë bukur të lartë dhe që kanë qenë në pozita kyçe në qeverinë e Kosovës në të kaluarën, preferojnë ndarjen e Kosovës, që është besojën e çmendëri. Po sepse ka qenë gjithmonë korruptuar. Diçka tjetër është. Po a kupton kujdesi që ne po mundohemi si më thon ta plasojmë në masë. Është kjo, strategjia e qeverisë është kjo, që ne jemi për zgjedhje. Ne nuk kemi legjitimitet kuptimin që ka ardhur një masë e madhe qytetarëve që i kanë votuar këta kryetar, sepse këta kryetar kanë votuar me bazë, si më thon, e kanë tik një boks aty edhe kaq. Kaq kemi bërë. Ne nuk kemi të kënaqur me këtë. Ne po i duam serb të kthehen, të votojnë, edhe ti zgjedhin liderët partijak, se mos harro, zoti Gjonaj, një gjë. Problem shumë i madh Vučići ka që nëse në kryetari Zubi Potokut, Leposavicit, Mitrovicis Veriore, i bëhen 3 persona politikanë që janë apolitik, kundër Vučićit edhe janë demokrat, edhe që janë të gatshëm të sakrifikohen për atë pozitë. Vučići nuk e lejon këtë. E ky është problemi i madh për Vučićin. Për atë arsye them Për atë arsye ne insistojmë që ne ta ndalim krimin,
Bashkia Ndërkombëtare të garantojë që Serbia të mos infiltroj politikën e serbe në Kosovë e pakicës serbe. Nuk e garanton dot, është e pamundur ta garantojë. Jo, e garanton për shkak se nëse lejohet policia e Kosovës ta ndalë krimin në kufi, të arrisim numrin e policëve tanë, ta kontrollojnë kufirin ton, po. I dashur, nuk mund të ndaloj dot faktorin ndërkombëtar, kushdo qoftë një kandidat pro Vučić të kandidojë në Vučićin. Biseda, dialogu me Vučićin. Nëse Rama edhe Bashkia Ndërkombëtare e shtojnë presionin në Vučićin, në Beogradin, që të ndërprejnë këto lidhje direkte me listën serbe, ajo do të ndodhë. Ajo do ndodhë, ndoshta ndodh, po duke ditur historinë e serbët nuk tërhiqen mbrapsht nacionalitetit tyre. Ky është fakt. Jo, qytetarët serb në Kosovë po duan paqe. Qytetarët serb në Kosovë po duan të jenë pjesë e autoriteteve të Kosovës. Ishin deri para disa muajve, derisa u manipuluan. Po, derisa u tërhoqën. Jo për fajin e Kosovës. Pikërisht po. Është e pamundur që një kandidat që nuk ose po flas kandidat pro Vučić kandidon gjithmonë në ato zgjedhje. Jo gjithmonë. Dakord jam, nuk po jap gjithsesi. Gjithsesi, po janë zgjidhjet për krahun nga ato dhe kjo ndodh. Duhet të jepet shansa megjithatë. Duhet të jepet shansa që ne të kemi zgjedhje të lira edhe ferr. E ne, Komisioni ynë qendror, autoritetet kosovare duhet të organizojnë ato zgjedhje, sepse zoti Gjona vetëm pak kërkoj ndjes, sepse ne kemi histori të mirë të zgjedhjeve të lira. Jemi vendi vetëm në Ballkan, duke përfshirë Shqipërinë gjithsesi, që kemi zgjedh klasa politike edhe që kemi pas cirkulacion në mënyrë paçore. Edhe ne e kemi atë fuqi. Nëse nuk kemi fuqi të madhe ushtarake, ne kemi fuqinë e vlerave demokratike, edhe ne jemi në gjendje, ne i garantojmë pakicës serbe në këto vend banime që do të jenë zgjedhje të lira edhe ferm. Por problemi është që Vučići këtë nuk do ta lejojë, sepse do me s'do ta mbaj atë territor nën si më thon presionin e tij dhe nën kontrollin e tij. Edhe faktori ndërkombëtar nuk i bën dot presion Vučićit për këtë punë. Problemi këtu problemi nuk është te ne pra. Zgjidhja e kësaj është ikja e Vučićit, por Vučići nuk e heqin dot ne. Topi është te Bashkia Ndërkombëtare, sepse ne jemi të gatshëm. Bashkia Ndërkombëtare duhet ndalohet të dale këtu, gjërat kanë ndryshu këtu. Policia e Kosovës është në kontroll total të Kosovës. Këta janë demokrat, është një demokraci e re. Është një vend me vlera demokratike liberale, është një vend që ka histori që bën zgjedhje të lira të mira, të japin këtyre shansën ta vërtetojnë, a meritojnë këtë punë. Dëgjoj, edhe zgjedhjet në Shqipëri janë të lira të mira, paçka se dalin thonë ca. Me të vërtetë? Po janë zgjedhje. Me të vërtetë? Zgjedhjet bëhen të rregullta, sepse kundërshtarët pastaj thonë se kemi datat janë të rregullta, po nuk jam shumë i sigurt se ka shumë rregullsi, më vjen keq. Pa rregullsi të vogla që nuk kanë asnjë lloj efekti në rezultat ka. Jo. Është tem tjetër ajo. Kërkoj ndjesë audicione, po. Është histori vetë ajo. Ne kemi bërë hobi këtë që sa herë pas zgjedhjes, domethënë zgjedhja në Shqipëri pranohet vetëm fituesi. Vini ato tentojnë ndërkombëtarët që ta arrëzojnë qeverinë Kurti? Jo, nuk ka, domethënë, nëse të kishte tentuar për ta arrëzuar e kishin bërë. Domethënë ishin NATO, nuk janë. A mund të themi që e bën të gabim përpara dhe se përsërisin? Jo, nuk është kështu. Do rikthehej si hero edhe një herë. Ata e din, ata janë, domethënë, ata janë në të njëjtën sekuencë me Kurtin në kontekstin e sovranitetit, policisë, më falni, me që thatë, këtë doja edhe ta theksoja edhe unë. Ne gjithë jemi, zoti Bare, ne gjithë duam atë. Mënyra, ne besoj që shqiptarët apo politikanët shqiptarë, po dhe shqiptarët, domethënë popullsia shqiptare nga gjithë anët e kufive, ku ka shqiptar, besoj që atë linjë duan, por duhet zgjedhur rruga e duhur, domethënë rezultati duhet të jetë ky, që të shtrim sovranitetin Kosova të funksionojë si një shtet demokratik dhe i pavarur, mos ketë nevojë as për protektariatin e ndërkombëtarëve në një kohë, por cila është rruga dhe këtu besoj që ndahen tani. Ne nuk e dim domethënë se si janë, sepse politika bëhet edhe në lobi, në korridoret e Shtëpisë Bardhë, Kongresit Amerikan në Bruksel.
Ne nuk I dim domethënë se si ata kanë dalë në konkluzionin të këtyre dy marrëveshjeve që ka bërë Vučić dhe me Kurtin, sepse edhe Kurti vetë ka bërë këtë marrëveshje me Vučićin, që del Kurti pastaj jo po sovraniteti e po tjetër. Vetë ishin në ohër, vetë kanë rënë dakord për shumë gjëra. Pastaj se si I krijojnë këto artificat është problem tjetër. Dhe ne nuk e dim domethënë rezultatin që kanë rënë dakord ndërkombëtarët, duke qenë se nëse këta dy palë bien dakord për këto 3, 4, 5 pika, atë rezultati është njëja e Kosovës reciproke dhe Kosova pjesë e Kombëve të Bashkuara. A do arrim aty? Do në varësi të dy liderëve, Vučić nuk e don këtë, dhe këtë e di shumë mirë gjithë faktorët shqiptarë. A është I zoti Kurti të luaj me rregullat e lojës që të përfitoj, aty unë nuk e shoh Kurtin si lojtar të këtij kalibri. Unë e shoh Kurtin si një politikan me ideale dhe qëndron idealeve të tij deri në fund. Është formimi I tij politik, është në drejtën e tij dhe kjo është nuk mund ta as ta gjykoj as mund të them që e ka gabim. Kurtin në të vërtetë Kurti është në drejtën e tij, por në politik duhet të luajsh pak. Duhet edhe të tërhiqesh, duhet edhe të bësh shmangje, duhet edhe të jesh pak shtrëmbër. Kjo është politika. Zoti Baja, cili është sentimenti në Kosovë I krijuar pas gjithë këtyre ngjarjeve të fundit dhe në brenda kësaj pyetje do të pyesja me që po flas për popullin e Kosovës, pra për qytetarët kosovar, cili është dëshira e tyre apo cili është perceptimi I tyre nëse për sa I përket marrëdhënieve mes Kosovës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Europës. Pra, sa pro europian janë qytetarët e Kosovës? Po, faleminderit Martin, po vetëm të jemi qartë që gjithsesi se nuk flas as në emër qeverisë, as në emër popullit atje, por shkoj shpesh për shkak punëve shtetërore të tjera, por unë mendoj që ne jemi shumë afër normalizimit. Edhe ishim edhe para disa muajve kur kryeministri Kurti ishte I gatshëm ta nënshkruajë marrëveshjen e orë përderisa Vučići nuk ishte. Atëherë I ofru diçka tjetër kryeministri Kurti që u desh, domethënë I imponua që ta nënshkruaj, por ai nuk e nënshkroi. Janë disa aspekte të bashkisë ndërkombëtare, janë disa sjellje të bashkisë ndërkombëtare që janë shumë të vështira të kapen. Për shkak se presioni gjithnjë ata janë mësuar që Kosova të jetë në presion. Ne kemi bërë kompromise të pafundme. Që nga pavarësia, sepse mos harro, pavarësia e Kosovës është kompromisi më I madh I shqiptarëve. Dhe kjo është kompromis I madh. Kompromiset që kemi bërë me marrëveshjen e 2013-s, kompromiset me Çakorrin, që I dham Malit zi toka, I kemi dhënë Maqedonisë Veriut. Sa kohë do na duhet të flisni pikërisht po. Tashmë populli në Kosovë, njerëzit në Kosovë e kanë kuptuar që me të vërtetë tashmë jemi mbështetur për murin e. Me të vërtetë diçka duhet ndodh tani për të mirë. Edhe ne jemi të gatshëm të ecim përpara, drejt normalizimit, por duhet të respektohet sovraniteti I vendit tonë. Edhe unë mendoj që shumica e popullit janë në anën e sovranitetit, në anën tjetër populli I Kosovës është populli më pro-evropian. Në çdo sondazh që merret më perëndimor, më pro-amerikan, ajo nuk luan. Përgjigje për një politikani më keni dhënë. Po jo, është vërtet sepse e jetoj edhe vetë dhe shoh, po jemi domethënë, jemi gjithë shqiptar, po në Kosovë sidomos, për shkak se ne natyrisht e njohim kontributin e sponsorizimin fizik, material dhe financiar që është bërë për çlimin e Kosovës, por në anën tjetër edhe si popull kemi sakrifikuar shumë. Qartë. Kam dhe një pyetje të fundit për ju të dy në fakt, spari për vinin, se si e shikoni tashmë a ka cili mund të jetë the outcome, si ti thua, pra cili mund të jetë përfundimi apo ku do të a do normalizohen, a do vazhdohet prap dialogu, çfarë do ndodh pas gjithë acarimit të kësaj situate mes Serbisë dhe Kosovës? Zoti Gjona, ti vazhdo. Për ju spari zgjuar. Për Kosovën, domethënë qeveria e Kosovës është e gatshme për të hyrë në dialog. Nuk e ka problemin aty. Kurti domethënë ta thash, Kurti shkon aty si barabart me të gjithë, si me ndërkombëtarët, sepse është njëri I pakorruptuar, është një idealist, pra nuk është në ato nivele që cilët mund të dhe t'i bëhet presion. Kurse problemin e ka Vučići. Vučići ka problemin brendshëm, presionin e brendshëm edhe të nacionalistëve, edhe të problemi që mund të hiqë pushteti. Pra Vučići luan tashmë për të mbajtur pushtetin. Dhe aty është problematika e dialogut në të ardhmen.
Dhe se si do shkojmë këtu nuk e dim sepse është pjesa brenda Serbisë është pak e panjohur. Ndoshta në Kosovë mund ta njohin më shumë, por ne në Shqipëri nuk është se e njohim shumë pjesën e brendshme në Serbi. Dhe këtu çalon pak më tepër pjesa e dialogut. Kurse pjesa e konfliktit që ka ndodhur në veri është domosdoshmë tashmë është shëshuar se nëse do bën rizgjedhje, gjithçka shëshohet, nuk ka problematikë. Mund të ketë ndonjë gjë sporadike kështu sa për domosdoshmë këto pjesë që luan Vučići për lajmet e tij të brendshme në Beograd, pa asgjë tjetër më problematike. Okay. Zoti Bajer, çfarë do ndodh pas gjithë kësaj situate? Unë mendoj që mundur akoma dialogu dhe gjithçka të siç e tha zoti Gjona, edhe është evidente që qeveria jonë është e gatshme për dialog për çdo kohë, çdo moment, për shkak se ne jemi në të drejtën tonë. Ne duam ta mbajmë sovranitetin, ta forcojmë sovranitetin edhe ta përparojmë, zhvillojmë vendin. Ne duam dy gjëra, nuk duam të diktojmë Shqipërisë çka të bëj. Shqipëria është shtet i pavarur sovran, shteti më, por ne kërkojmë që Shqipëria të jetë pranë nesh në këto sfida që po i përjetojmë tashmë, sepse jemi në një momentum bukur, interesant dhe fascinues geopolitik që mund të shkoj kundër favorit tonë. E jo për fajin e Kosovës, po për viktimizimin e Kosovës ndoshta, nëse nuk kemi të kujdesshëm si shqiptar. Përderisa me Bashkinë Ndërkombëtare ne kemi një gjuhë shumë të lehtë. Gjuha jonë është ne po i tregojmë atyre që ne gjithçka që bëjmë e bëjmë brenda Kushtetutës së Republikës Kosovës, na ka njohur si vend i pavarur dhe sovran, edhe ashtu ne do të cillemi sepse kemi obligim për veten tonë. Okej, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e kësaj bisede në Albukej TV, në emisionin Universal këtu. Faleminderit zoti Gjonaj, faleminderit zoti Bajer. Ju falenderoj shumë juve, faleminderit zoti Gjonaj, faleminderit Martini, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ky ishte edhe emisioni Universal për natën e sotme. Unë ju falenderoj që ishit me ne, së bashku do shihemi në emisionet e radhës. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirupafshim. Takohemi përsëri bashkë në prezantimin e një tjetër projekti nga Orion Construction. River Residence, era e re e stilit urban. Arkitektura moderne, hapësirat e gjelbra, distanca nga rrugët kryesore dhe statusi i rezidencës janë element që bëjnë diferencën. River Residence ofron ekspozim maksimal, teknologji e avancuar, zona të gjelbra dhe mjedise rekreative, infrastrukture plot rrugore, edhe me ndriçim, mundësi parkimi me 2 kate nën tokë, aksesi menjëhershëm në bulevard dhe në ogorin e brendshëm të rezidencës. Ndodhet në një nga zonat kryesore të kryeqytetit, buz bulevardit Migjeni dhe bulevardit Jeanne d'Arc. Ka akses të menjëhershëm në unazën e madhe dhe të vogël të qytetit. Kjo zonë ka një potencial të jashtëzakonshëm zhvillimi. River Residence, era e re e stilit urban.